siç dihet, plan programi jonë gjatë kampanjës 20 ditore është program zhvillimore. Ne jemi munduar të përcjellim mesazhe në mënyra të ndryshme dhe takime qytetarët në secilin vendbanim. Programa jonë do vazhdohet edhe këtë afatin dijavor. Mundësisht mbrinjet deri tek qytetari i fundit lidhje me kryesisht me problematikat e ujësjellsave që ekzistojnë në territorin e komunës Bukovinës, me projektet infrastrukturore, investime kapitale, edhe në ekologji me pastrimin dhe intervenimin për deponitë e egra kryesisht. Pastaj qasja e jonë institucionale, mendojmë tregojmë institucion apo komunë transparente.